që i një që kur janë të vegjël dhe vjen një ditë që i ke sërish përballë. Sot është një nga ata ditë. Unë jam Mitva dhe jemi në Primus Kids Podcast. Unë jam Suan Zyla dhe jam në klasë të parë, jam nga shkolla Albani. Unë jam Kloe Shkarpa, jam të shkolla Reze Drite, jam në klasë të parë. Kur shoh sot përballë, më duket sikur ka kaluar shumë shpejt koha. Kur erdhe sot në Primus, cili është kujtimi që ju zgjua më shpejt, i pari kujtim që ju erdhi ndërmend? Herë në fund që erdhëm këtu. Po ti Kloe? Mua më kishte marrë malli për kopshtin edhe unë sot jam emocionuar. Çfarë të emocionon? Se erdha prapë te kopshti dhe po e shikoj. Një ndër pjesët më të bukura të ditës për ju ishte edhe loja pas mësimeve që bënit në Primus. Për këtë arsye unë zgjodha të luaj bashkë me ju sot dhe të luaj një lojë shumë të bukur. Por unë jam kurioze të di, për ju është më e rëndësishme të fitoni apo të kënaqeni gjatë lojës? Të fitoni të kënaqem. Bravo. Unë them të luaj një herë, pastaj e shikojmë kush fiton. Bravo. Le të kënaqemi pak tani? Okej. Loja është kështu, duhet ta zgjidhni një ngjyrë. Okej. Do hedhim një zar, unë hedh zarin. Numri që bie, ju do bashkoni pikat. Okej. Do vendosim kush fillon e para. Guri i dhe gësër. Okej, guri letra dhe gësëra. Gësëra. Kloe. Kush zari? Loja, hedh unë zarin. Suan, është e vështirë të presësh gjatë lojës? Kloe, për ty është më vështirë të mos flasësh apo të mos qeshësh? Jo, të mos flas, po të qesh normale që do qesh. Cila është një mike e mirë për ju? Është Kloe. Mika më e mirë që ti ke pasur në Primus? 4 mua. Po. Ja. Çfarë bën një mike të mirë, Suan? Të sillemi mirë me atë. Që do të thotë? Unë kam marrë më shumë. Të sillemi mirë me atë që do të thotë që ta kënaqem. Ami mbash. Mirë. Shumë si më të mirë e bëm që 2, 3, 4, 5, 6. që të sillet mirë dhe të ndaj gjërat, këto ushqime, lodra, gjëra. Kemi përfunduar lojën. Qeshët aq shumë me njëra tjetrën. E shijuat, besoj. Po. Edhe pa e ditur se cila do fitoj në fund. Po? Okej, mund t'i numërojmë pikat tani kush ka fituar? 14, unë fitova. Ishte e rëndësishme për ju se cila do fitonte? Ja, po unë fitova. U mërzite ti Kloe? Pak fare. Por gjithsesi? Gjithsesi ti ke këto. Që thot? Të pëlqeu loja apo jo? Lori ishte e bukur. Ishte e bukur. Ndonjëherë kur humba dhe mërzitëm pak, po kur fitoj një ditë tjetër, kënaqem. Çfarë të kënaqesh? Okej, kur humbet dhe prapë je lumtur. Po, zakonisht ndonjëherë kur janë gjëra që duhet edhe të fitosh, për shembull, po do të fitosh një libër nga lojrat, edhe se do ta fitosh me ditësh. Se zgjusa ne vetëm ato se kush do e bëj mirë në detyrën do marrin nga një vletor të re. Nëse ne nuk e bënim një detyrë, ne bëjmë arsim, ne do bëjmë diçka. Pra do mendoni që gjithmonë ka një mundësi tjetër për të fituar. Po, nëse nuk e fiton as tjetër, Domethënë do kërkoni gjithmonë për të fituar. Sa fletë Suan, tjetër. Ndër aktivitetet më të bukura për ty, përveç lojës dhe pianos, ishte edhe piktura. Pikturat e tua ishin gjithmonë plot ngjyra dhe jetë. Ka piktorë të cilat e bën me dritë. Unë di vetë piktorë. Që janë, cilat janë piktorët e tu më të preferuar, ose ata që të frymëzojnë më shumë? Vetëm 2 kam të preferuar. Kam Picasso dhe René Magritte. Okej, arsyet pse të pëlqejnë këta të dy?
Në Magre më pëlqente sepse kishte bratë zogur, që në vend që të kishte fytyrë nga brenda zogur, kishte qiellin, dhe nga jashtë kishte det. Piktura pak të fshehura. Po, ndërsa nga Picasso më pëlqen atë fytyrë me topa ngjyra. Ngjyrat e forta të Picassos, që ti doja aq shumë. Forma. Edhe format. Ka disa piktorë që nuk i vizatojnë gjyrat siç duken, por siç janë. Ty të pëlqen më shumë të vizatosh gjyrat siç i shikon apo siç i imagjinon? Po, nuk më pëlqen shumë kur ngjyron sepse lodhe. Ndërsa kur vizatoj një të pastaj ngjyron sepse i bëjnë gjëra të vogla. Për shembull, po të vizatoj këtu, e vizatoj të vogël, për shembull kështu, të do të vizatoj një lule, vizatoj kështu. Vizaton sipas dëshirës tënde. Po, nuk e se vizatoj kaq të madhe. Teksa bëhesha gati sot, gjeta një mik shumë të mirë tuaj. Chloe ti ke pasur një marrëdhënie shumë të mirë me Tiplin gjatë kohës që ishe këtu. Mendon se prindërit do ta plotësojnë një dëshirë të tillë për të pasur një maçok në shtëpi? Ko gjithmonë nga prindërit, po ata më thonë jo, se nuk ka kusht ta mbaj. Po unë ja kërkoj gjithmonë se shumë më pëlqen, e dua të vogël. Mua më kanë thënë një ditë kur të bësh 10 vjeçë, që të jetë vllai pak më i rritur, të jetë 4 vjeç, më kanë thënë do ta shikoj ma mund ta blejmë. Si ka ndryshuar jeta jote me ardhin e vllait? Qikë më mirë se sa më para, se gëzoj më shumë dhe mendoj sikur ai është më i rritur se unë dhe luan gjithmonë. Mendon se është më i rritur? Po. Ti mendon se vllai të njeh ty? Unë mendoj se jo, akoma se është i vogël. Sa ka bërë një muash. Është i vogël fare. I vogël një muash. Si sillesh ti me vllain? Unë ndonjëherë gasmoj disa herë, e puth do me thonë shumë. E do shumë? Ja kam bërë fytyrën të puthur. Nga që e ke puthur shpesh? Po, e puth shumë shpesh. Kur erdhi vllai në shtëpi, ndiheshe pak xhelose? Qik se i thoni në fjallë, po, gjithsesi. Çfarë fjalësh i thoni? Po, se si mbaj më dhe ti. Mendova se o dukeshe. Ti si ta shpjegoj si më dukeshe. Dukeshe si i mirë. Kishte shumë herë të mirë dhe unë e puthe herë pas here dhe ma jepte mami dhe ndonjëherë e merja vetë hopa. Çfarë mendon se do i mësosh ti vllait? Një gjë që do ta mësoj vetëm nga ty. Vetëm nga mua, që mos ta dëgjojnë prindrit. Unë doja që të thoja sekrete, gjëra kështu dhe ta mësoja për një gjë që prindrit nuk duhet ta dini fare. Atëherë ti do ndash sekretet më të bukura me vllain tënd? Po, dhe sekretet janë ato gjëra që unë do i them atit, edhe nuk dua që ta dëgjoj njeri. Okej, cili do ishte sekreti që do i thoje vllait? Nëse ai do ishte tani pak më i madh, do të kuptonte dhe një sekret që ti do i thoje. Ishte sekreti që unë do i mësoja atit që si të notonte, për shembull, edhe këto sekretet të tjera që janë kështu sekrete. Si quhen këto sekretet? Sekretet quhen sekrete, Chloe. Nuk i quhen qelq. Domethënë sekrete, kështu që nuk ta dëgjoj asnjëri. Cili do ishte sekreti që ti do ja tregoje vllait tënd, që nuk do e dinte as mami as papi, vetëm ti dhe vllai? Domethënë tani, unë e bëj sekretet vetëm me princin? Me princin? Ke një princ imagjinar? Po, një princ. Dhe çfarë sekreti ke ndarë së fundi me princin tënd imagjinar? I kam treguar së fundit, i kam treguar që unë me zi po prisja, të presja ty që të rriteshe, për shembull të mësoja si të notoje. Dhe ai më tha mua që ti më mëso mua vetëm notën, se këto të tjera ti bëj vetë. Ja mësote princit notën apo jo?
Ja mësova. Ma jeshtë I vogël akma, po se unë e mendoj në ëndra këtë gjë. Mendon në ëndra. Po, se është e vërtet, po unë do ta bëj. Do ta bësh. Je dhe lumtur që mësove notin princin? Po. Është kjo? Kjo e ti, I ka të dhuma e gjumin sot në mëngjes, edhe pas ditarin, I lexova që dhe mendova që të bëja një dhuratë me që dhe ti më bëre ditarin dhe të bëra këtë. Okej. Ke përdorur ngjyrat kaf? Kaf të errët, gjyrmishi të kuqe, blu Shile. dhe blu për këtë. Dhe jeshile. Jeshile. Të sytë më, ja. Kjo është blu, shiko. Përpara se ta mbyllim, do doja të bëj një pyetje të cilën e pëlqej shumë. Nëse do kishte të drejtë të vendosit një rregull të ri për botën, cili do të ishte ai? Unë që do vje rregullin për gjithë botën do ishte që bota të nante gjërat në njëri tjetrin, për shembull të silleshin mirë dhe mos të gjuheshin në një tjetër. Mos gjuanin. Mos të gjuanin. Mos të përdorin dhunë. Po. Je kundra dhunës. Ke dëshirë të bësh gjërat me shumë dashuri. Po për ty thon. Që bota na priset po e hodhë mbeturina në tokë, sepse priset shumë keq veten dotur, dhe pastaj presin pemët, fabrikat bëjnë avë, edhe Dosin ajrin? ndosin ajrin dhe duam që të hedhim sa më pak mbeturina në tokë, t'i hedhim në përkosha, se aty janë në lëvizje, prandaj duhet t'i hedhim në përkosha, ose pastaj kam për të na gjobitur, s'kam për të na vënë pastaj në rrugësh. Do doja një rregull shumë të fortë që ambienti të mbahej pastër në mënyrë kategorike. Sot luajtëm, u kënaqëm. Mendoni se në atë ditarin që ju ka dhuruar do shkruani diçka? Do shkruaja që ka të primusi dhe takova Flora se kisha munguar shumë, edhe që takova dhe Tiblin, edhe Tianin se kisha parë për shumë kohë, edhe juve, edhe erdha këtu sepse kisha qejf të bëja një video. Okej. Edhe u kënaqa shumë dhe kur bëndoj. Okej. Po ti Klor? Unë do shkruaja që sot isha shumë e gëzuar që do shkoja në Kopës, dhe unë mezi po presja dhe pyetja mamin shumë herë për sa do ikin në Kopës. Edhe sot u kënaqa se luajta me Tiblin, bërëm një lojë dhe se takova Tiarën dhe Suanin dhe u kënaqa shumë. Ajo që unë kuptova sot është se pjesa më e bukur e ditës është loja që zhvilluan. Qeshët u argëtuan dhe për ju nuk ishte as pak e rëndësishme cila do fitonte apo jo. Domethënë loja mbaron, por kujtimet e bukura mbeten. Për mua ishte një ditë shumë e veçantë sot dhe ju falenderoj që më lejuat të hyj në botën tuaj.